Debati i opozitës me kryetaren e Kuvendit Elisa Spiropali ka vjuar me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike Flamur Noka, i cili akuzoi Spiropalin se po e garanton Kuvendin si dyqan që hapet e mbyllet sipas tekave. Noka i tha gjithashtu Spiropalit që të ruajë integritetin, se edhe pa kohë do të vijë Saramila dhe do t'i zërë vendin. Ndërkohë Spiropali u përgjigj duke thënë se ajo dhe mazhoranca kanë detyrimin që të përfaqësojnë sa më mirë Shqipërinë kudo që të munden, ndërsa opozita mundohet ta nxjisë sa më shumë figurën e vendit në ato pak hapësira që kanë mbetur. E papranueshme që spikeria e Kuvendit të thotë të ma dini për nder që po i bëj këto seanca. Kuvendi u zgjodh nga sovrani për të bërë punën në interesat të tij. Nuk është çështje humorit të spikeres. Turet tuaja turistike për të bërë selfie nuk mund të bllokojnë agjendën e Kuvendit. Ka 2 nënkryetar, ju mungojnë 5 apo 10 deputete, nuk kaloni dot në terrizimet që ju kërkon sultani. Ky nuk është problemi i parlamentit, harrojeni. Ky parlament nuk është dyqani juaj që të hapet e të mbyllet sipas tekave dhe interesave tuaja. Sa kohë ti je në atë karrige, se me vapën ikën, vjen Sara në vendin tënd, përpiqu të ruash integritetin, e paralajmëroi Noka Spiropalin, ndërsa kjo e fundit nuk ja la mangët. E kuptoj që ju mungojnë selfit për te oqeanit dhe në Europë, por ky nuk është problemi ynë. Ne përfaqësojmë Shqipërinë, ndërsa ju e nxirrni ku të mundeni në ato pak hapësira që ju kanë mbetur.